kemi parlamentar, ka njerëz që nuk e kanë lexuar. Po mos harroni, ne qytetarët e Ferizaj që kanë nënshkruar peticione, janë pajtu që emri Ferizaj të mbetet në përdorim të vetëm zyrtar, për gjitha ajo deni akte ligjore, tabela, komunikim zyrtar të Republikës Kosovës, regjistra e të mbetet Ferizaj në të tri gjuhë, në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe dhe në gjuhën angleze. Do thotë ne nuk kemi kundër gjuhës serbe, sikur dikush që menon. Jo, ne po thojmë si Ferizaj pëmojmë edhe në gjuhën serbe. Po ju rëshërosin. Jo, ata e man të pushtimit, që s'ti edhe kur gjo me qytetin tonë. Dhe kërkush nuk mundet me na imponu më ata. Kryma e punë. Deputet veç kanë mjallon amini. Kanë me amandamentu qatë legje edhe u kry. S'ka këto në i farë dileme të madhe. Nuk është e pamundur, se kanë pas rast që kanë thonë njerëz e pamundur, po marrë vetë me jarë. Marrë të me jarë një shqiptarë me thonë e pamundur, ose mi vetë sërvëll atat. Po e një be normal, nasin ato morë me zubin po tukun. Që po zbulon ende vare të shqiptarëve, të masakrave që i kanë bon ndaj shqiptarëve.